Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Lusë Allahun të jeni të gjithë mirë. Fëmia është një prej begative më të mëdha që Allahu i lartësuar ja jep njeriut. Patjetër që çiftet duhet ta synojnë diçka të tillë. Islami është fe që na nxit që ummeti të shtohet, njerëzit e mirë të shtohen. Një fëmijë që ti përpiqesh të vinë në jetë, ndoshta bëhet shkak që të lumturoj me qindra njerëz, me mijëra njerëz. Ndoshta bëhet shkak për mirësi të shumta. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an ku thot, pasi e kishte ndaluar pra që të afrohen gjatë muajit Ramazanit besimtarët tek bashkëshortet e tyre, thot fel'ane bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Thot dhe tani, prandaj tani afrohuni bashkëshorteve tuaja dhe kërkoni atë çfarë ka caktuar Allahu i lartësuar për ju. Po ashtu, në një ajet tjetër Zoti i gjatësisë thot nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Pra e konsideron si të thuash ara Zoti i gjatësisë në Kur'an. Dhe normal Islami pra është fe e cila na nxit që ummeti të shtohet, njerëzit e mirë të shtohen. Dhe është ndaluar që dikush të pengoj shumimin e njerëzve, ta caktoj ashtu siç kanë disa teori të kota ku thot një pak e dy shumë. Jo, muslimani duhet të synoj të shtohet ummeti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e gjatësisë që ta shtoj ummetin ton. Amin.